Përshëndetje të nderuar teleshikues të Akrës TV, jemi këtë të premte në Kuvend. Cila është tema që do trajtojmë? Ishte një konferencë shkencore në Universitetin Luiz Gurakuqi në Shkodër që mua më tërhoqi. Është një temë që më ka tërhequr për herë tjera për ta trajtuar, por meqense u bë konferenca dhe pash disa kumtesa, një nga kumtesat që bëi për transhumancën ishte edhe e Hekuran Kogës, që e quajmë Lan Koga. Hekurani është i njohur ke bashkitë e forta, edhe e pash me kujdes, në fakt e kishte trajtesën në anglisht dhe thash ta sillim që të na e analizojë, na sill gjithë shpërfaqjen që ka kjo konferencë për transhumancën ose rituali i lashtë i shtektimit baktive. Hekuran Koga, mirë se erdhe në Kuvend. Mirë se gjeta, faleminderit për ftesën. Unë nuk është se jam studius shkencor, i mirëfillt. Në këtë rast, unë kam shku në konferencë si pinjolli një familje barinsh në Shekuj. Edhe ishte diçka më shumë se sa konferencë shkencore, ishte detyrim ndaj gjakut tem që me e thonë ato që di unë, me folën mbi atë që kam jetu dhe kam pas fatin të mirë atë që shuje si dushë ta jetoj në prima persona shtektimin e dhenve. Edhe pse unë kam ik i vogël prej kupsi dhe si thush, unë jam pinjolli i shtektimit, bëjmë shaka me një shok sepse unë kam lind mars dhe jam gjizë në qershor, në kohën kur çobanët sapo janë kthy në prej fushën në shtëpia. Se është 6 maj me Shën Gjergjin, pastaj e ti kur si thua mbaron dimri, edhe pranej thonë vjetit kanë thënë të në përkulla. Ruje për gjakun e kullës një cong mall, një dron të mall, ruje për daljen në Shën Gjergj. Atë themi edhe në Lumiane, cungun e madhruje për në Shën Gjergj. Një nga aspektet punimit që kishim bën bashkë me profesorën Valbona Karakaçin, ishte edhe ky cikli vjetor, cikli i dystinsh që ne kena pas për gjatë shekujve, që është Shmitër dhe Shën Gjergj. Dhe Shën Gjergj, po. Shmitëri në 6 nëntor dhe Shën Gjergji në 6 maj, ku cilësohet në pas 6 nëntorit mos dilmon bjeshk, se të hanë bjeshka, edhe deri në 6 maj mos u ngjit në bjeshk. Ndaj uleshin. Ka dy lëvizje, si thush. Po, në cirkuitin vjetor. Në Lumianët, sidomos të gryke çajës, të Bajani Kala e Dodës, që kena pas këtë ciklin e dhenve që kena qenë barinj, duke pas bjeshkët e tilla që na kanë leju me pas dhenë dhe me pas shumë dhenë, ne kena qenë gjithmonë sta, gjithmonë shtektu. Po kena pas dy lloj shtektimesh, një që ishte afër shtëpisë, që ishte në bjeshkët tona. Shtëpit kanë qenë poshtë në lumë, po në unë gjithë në bjeshk, po nga bjeshka të shtëpia këtheshë mrena ditës. Ti në cili fshat je? Unë jam nga fshati Shkinak, i Gryk Çajës. Shkinak, do më je Gryk Çaj. Në Gryk Çaj. Dhe Çaja është e përmendur për bjeshkët e veta, është e përmendur dhe për kullotën. Të deleve më shumë apo edhe të bashkive tjera? Ne na çoban dhensh, ne... E pra, çoban dhensh, pra. Ne majmë 2 lopi, majmë 2 dhi, po përgjithsisht jena çoban dhensh. E kjo më pëlqen se kur thu tani që je me shtëpinë Lezhë, rrin Lezhë prej vitesh, e kupton ti dhe thu jemi çoban prap. Më duket si një lloj amargi që ti rikthehesh prap te nana, rikthehesh prap në rrugët e parëve, me sa duket e ke thënë disa herë dhe aty te konferenca, e ke thënë. Patjetër. E shoqërin dhe me foto dhe mendojnë tani në një ambient profesionist, shkencëtarësh, pedagogësh me radhë, është ulë në taban Hekurani për të thënë që unë këtu flas si i ardhur nga trungu i çobanëve të hershëm. Fjala e parë ishte mirëtita, nuk jam sot si shkencëtar, por jam si bir çobanësh. Aha, shumë e bukur. Edhe pranaj, shiko, çdo popull ka mënyrën e vet me mbjetu. Secila krajinë ka ato në bazë të krajinës, bashkë kushteve atmosferike, në bazë kushteve të tokës, të klimës, krijon mënyrën e vet me mbjetu. Ne kena pas dhenë. Ne kena pas kullotat alpine, kullotat që nuk janë shumë të përshtatshme për lopë, ne nuk janë të përshtatshme as për dhit, sepse ne maron pylli shumë shpejt dhe në gjithë nasipër në bjeshk në ato kullotat alpine që nuk kanë bimësi. Po që është barë. Që është barë. Dhe lulet, shumë lule, aromatike që e sillin qumshit ndryshe, e sillin djathit ndryshe me radhë. Tash po shfrytëzohet shumë tash për bletaret, po e përdorin shumë këtë verimin e bletëve. Verimin e bletëve në grykën e çajit. Interesant se isha monell një herë që ka pas mbi 5000 bakti, as një kokër.
ani nga zona Mirditës, nga këtej nga zona Pukës ka dhe pak, edhe të vetmet, kam thënë, vetmet ato që verojnë tani, edhe dimrojnë, po verojnë sidomos, janë bletët. Bletarët edhe në Grykën e Çajit tashmë vend janë rrallu, kanë me 4-5 tufa, ndoshta 10 në total, po që janë tufa të reduktume, nuk kanë më 1000 krenë, 2000 krenë sikur kishin, kanë 100 krenë, 200 krenë, edhe po bletarët janë shtu shumë, pikërisht për këtë lulet përnhen shtu dhe turistat, sepse periudha maj-qershor në Grykën e Çajës është e mrekullia që u zbulu vonë. Ka lek shtegu i ngjyrave? Është ai famshëm shtegu i ngjyrave që u zbulu nga qeveria shqiptare tash më zvoni edhe nisën të bërë reklamat, pavarësisht se na kanë bërë një njerëz se s'kanë bërë rrugën hala që të pushtojnë masivisht nga turistë. As në Ballkan nuk ka si aty. Shtegu i ngjyrave. Po ato lulet atje kanë qenë kullose baktive tona edhe në vetona. Kullosa e baktive. Ato lule që dalin me shumicë. Shiko tani, të futna pak tek etimologjia, domethënë tek struktura e fjalës vetë. Se për tek imi taku sot bashkë, që të bisedojmë, të sillemi gjë të bukur për të rishikuesit, do kemi jo pak edhe ilustrime. Domethënë, kështu që ky do të jetë një emision fluid i bukur për të kuptuar po thebin e fjalës transhumanca. Transhumanca është, shiko, etimologjia vjen nga latinishtja transhumus, përtej tokave, ndrimi tokave. Ndrimi tokave. Edhe pranaj është transhumancë, tashmë është njoft nga UNESCO si një pasuri e njerëzimit, pasi nuk kemi vetëm ne shqiptarë që e bëjmë, është gjithë bota ka shtigjet e veta të transhumancës, në gjithë botën janë shfrytzu fusha përdimore mali për verë, në gjithë botën njihet se mali është ajo pafundësia luleve që çelin mal, ai bari i egër i malit është shumë më i mirë për çumshtë të përgjitha, por ai nuk rrin gjithë vitin, ai 6 muaj bllokohet. Edhe ka transhumanca sepse ka 2 lloj drejtimesh, domethënë ka edhe tufa që i thon shtëpi fushës dhe që shkojnë në mal për të veru, dhe ka si në rastin ton që i thon shtëpi malit e bin në fushë për ulësira, në fushë. Shiko, kjo është e njohur që nga antikiteti. Domethënë pranej se UNESCO realisht ndërhyn aty ku duhet mbrohet një pasuri ku shihet që është në rrezik shtukje, kjo është. Pra ka mbrojtur popullsitë e mesdhajut, pra themi që nga antikiteti, dhe itinerari i popullsisë baritore të Ballkanit Perëndimor që nis nga brigjet e Adriatikut e Tionit, për t'u larguar nga tokat e thata për gjatë Bregdetit dhe nga dimri i afshëm kullotet alpine. Kështu që domethënë, ka një histori të lashtë kjo, ka një histori të lashtë. Mase studim ka më të thelluar pikrisht për vende të tjera. Ndërsa në Shqipëri nuk është se ka pas studim. Është bërë si lëvizje, si mënyrë jetese, mbjetese me radhë, por jo se ka studime. Kur mendon ti që hyn për ta studiuar se është një diçka që sot nuk ndodh më shpesh, por ama që është një gjë që ne e kemi përjetuar edhe ne dy, në moshën që jemi. Shiko, konferenca që unë bajt në Shkodër tash ishte një hap i rëndësishëm për këtë punë, sepse kishte disa punime shkencore, ishte konferencë ndërkombëtare, sollëm edhe përvojat e Italisë, Spanjës, të Malizzi, aty kishte një punim që përmbledhte, ishte një biolog italian që solli përvojat edhe të Kaukazit edhe të stepave të Kazakistanit, gjithandej, dhe ka nisë të studiohet. Po si çdo gjë studiohet atëherë kur ndihet që po humbet. Po hiqen. Unë në studimin tim u mora me një aspekt shumë të rëndësishëm, se u mora me impaktin social të transhumancës. Për shembull, një nga pyetjet që kisha shtruar unë aty, se na i thona shtëpi lume se nuk i thona shtëpi fushës. Ne jemi 6 muaj këtu, 6 muaj atje. Edhe po transhumanca ka pas kuptim kur kanë qenë shtëpi patriarkale. Ne kena pas një shtëpi guri të madhe, ku rrishin ku rritë plaku i shtëpisë gratë, disa prej vëllezërve, dhe stanët, pastaj që e kishte në bjeshk, dhe në fushë ishte diçka përherë përkohshme. Edhe ne kena pa udhëtu pa familjet. Përkundërzi, për shembull, malësorët e Malësisë Madhe, kur shtektoheshin bashkë me familje. Dhe ato kanë shtektuar, që nga bjeshkët e Kelmenit, të Kuçit, të Piperit, të Plavcit të Gucis dhe kanë ra poshtë.
në zonat e Nën Shkodrës, ato udhtonin bashkë me familje, kurse ne udhtonin vetëm burrat, për të udhëtuar domethënë duheshin patjetër që dikush do rritet të shtëpia atje. Dhe atje ishte, si thosh, ai dielli, ylli polar që na matet që do të kthejna për herë atje. Shiko, para se të shkojmë se kam dëshirë të më përmenin shtigjet, ne do përmenim pak dhe shtigjet e jugut. Është shumë rëndësishme dhe këtu të flasim, unë po e mendoj si një temë kombëtare këtë, jo thjesht një temë të rajonit tonë. Para se shkojmë kështu, le të shkojmë dhe të dëgjojmë në vitin 2023. Është plotësuar dosja, është një reglamim në atë moment kur u plotësua dosja dhe u pranua pastaj në UNESCO, është nga ministra e asaj kohe, Elva Margaridi. Ta ndjekim pak. Plot një vit pasi xhubleta ju shtua pasurive në mbrojtjen e UNESCO-s, sot Komiteti Ndërqeveritar i Mbrojtjes së Trashëgimisë Kulturore Jo Materiale, mbledhur këtu në Botswana në sesionin e tij të 18, votoi për shirjen e transhumancës në listën e UNESCO-s. U pranuam kështu me një tjetër traditë që ka jetuar me historinë e njerëzimit në shekuj, se radhet bashkë me Spanjën, me Kroacinë, Francën, Luksemburgun, Andorrën dhe Rumaninë. E ju bashkuam kështu Austrisë, Greqisë e Italisë me dosjen e miratuar më herët nga ta në 2019 për këtë dukuri. Transhumanca nuk është thjesht tradita e shpektimit të baktive, por është një ritual i lashtë që ka kapërcyer shekujt, por dhe shtetet. Është një mënyrë jetese e pasur me këngë pastorale, instrumente, veshje, me kulinari. Dhe është jo thjesht një paradëritesh e festash, por mbi të gjitha një ftesë për të mbështetur turizmin kulturor në Shqipëri, për të mbështetur ekonominë e zonave rurale, si dhe për të lartësuar shpirtin e bardhësve të kësaj tradite. Jam shumë krenare dhe falenderuese për çdo që besoi si ne në këto vlera dhe dha kontributin në hartimin e një dosje fituese. Në veçanti, një falënderim të madh ekspertët. Pas zhubletës, le të jetë ky lajm i sotshëm një tjetër augur i mirë edhe për dosjet e tjera tashmë pranë UNESCO-s. Hekuran, domethënë kjo ishte thosh pjesa zyrtare. Ti domethënë ke ndihmuar në këtë proces. Edhe pse nuk e qenë në atë ekipin e dosjes, ka qenë dhe në ekip një mikeshe imja, zëvendës ministre e kulturës në atë kohë, Meri Kumbi, që është në Izrael sot, ambasadore në Shqipërisë në Izrael. Edhe mbaj mend që patëm bisedu një aktivitet që bëm në Mirdit atëherë, por a mendon që studimi është bërë nga Tirana, edhe domethënë a ka një njohje të saktë, sepse unë shtroj një pyetje. Transhumanca, si shtektim i hershëm dhe si trashëgimi, sot domethënë që përdor si term, është kjo e vërtet apo është thjesht në pikpamjen egzotike, se ishte dikur? Shiko, unë do ta nis me një histori që është pak çesharake, por jam me një mik timin prej Thethit, që jeton në Theth, edhe thoshte kur e shoh në televizor Thethin, them, sikur të jetoj atje. Dhe ka njëherë këto punët që bëhen prej Tiranës, janë të tilla që e zbukurojnë gjanë, egzotike. E bëjnë egzotike, e bëjnë të bukur, edhe nuk merren as pak me atë që e jeton gjanë. Me thelbin, po? Me ato që e jeton gjanë. Unë u përfshiva në këtë studim, sepse fusha e veprimit e imi është komplet tjetër, unë nuk merrem me këtë, po u përfshiva në këtë pikërisht për këtë, sepse unë kam jetuar gjanë. Unë kam shoqëruar dhënt nga shtëpia ime në Torovic deri në Gryk, kur I kam përcjell që të dalin që të vazhdojnë rrugëtimin për katun tjetër e më pas për Rubik. Po kur e ke bërë këtë? Unë kur isha 12-13 vjeç, unë kam udhëtu që I shoqëroja nga shtëpia ime dhe shtëpia në Torovic vinin të gjithë tufat e dhënëve që kalama që ishin që në kohë të kooperativës, kur kalonin në Lumjanët, nga që unë ne ishim shtëpi Lumjanësh në Torovic, edhe e kishin një stacion që naleshin për herë, flinin një natë aty. Ku flinin? Në shtëpinë time. Unë kisha një obor goxha të mirë. Ku në çfarë në Torovic të Lezhës. Pse ke pas shtëpinë në Torovici? Unë kam marrë në 83-shin në Torovic të Lezhës, edhe aty ne kishim një shtëpi private me një obor të bollshëm, edhe atë oborin e kthenim në vath për baktit për herë. Edhe ato flinin, pastaj duke qenë se ai ishte si thuj stacioni parafunit ose I fundit Torovica, maksimumi shkonin në Trush dhe ne shpesh I ndihmonim edhe me këto lamjen e rrobave me xhana, duke qenë se barinjt janë gjithmonë burra që udhtonin dhe
e kena pas këtë dhe i kam prek në vetë të parë, domethënë, i kam prek personalisht këto, plus që edhe ne vetë, kur kena ardhur në Torovic, jena produkti i transhumancës. Baba vitet punote 6 muajt e dimrit poshtë, me dhenë, ose në qoftë se jo me dhenë me shqop, sepse keni pas punu atë të shqopës që banim kështu lulla kësaj gjanash. Në momentin që hyri kooperativa na vrau zanatin e çobanit, sepse të vëzoj baktit, edhe duke të vëzu baktit, mrapa du të gjeshim mënyra tjera mbjetese, ne prapë 6 muajshin do ikshim prej shtëpie me mbjetu, sepse dhe e popullsi me shtektime biblike. Patjetër. Interesant kjo është, Edhe baba kur gjeti banesë të në fush venosi të ndalej. Po agjallarët e mi kanë qenë me dhenë, telefon. Po kanë vazhdu? Kanë vazhdu, rregullisht. Kam pas 2 agja të mi që vinin me tufat e tyre rregullisht, duke qenë se ne ishim Torovicë dhe ato e kthyn Torovicën në stacion përfundimtar. Shiko, domethënë shtektimi i deleve, sidomos më radh. Don ky shtektim, po marrim kohën e kooperativave, nuk është bërë në këtë mënyrë? Po edhe në kohën e kooperativave në këtë mënyrë është bën, por pastaj ishin të vëzimi solli reduktimin e numrit kreve në mënyrë drastike. Shiko, unë jam nga ato familje që ka hyrë ka dalë komunizmi, ne i kena pas dhënë tona. Axha em Rexhepi ka pa ardhur me dhënë të shtëpisë tonë, axha tjetër mua rremi me dhënë të kooperativës. Ja, po si kishte Jaulini? Po ne kena pas një marrëdhënie dashni urrejtje me komunizmin, se unë kam pas një aq partizan, edhe ishim familja partizanësh. Edhe shpëtuan dhe delet prej familjes partizane. Ne kena bon si fes 100 vjet burg për këtë çështje. Çfarë? Edhe bilez do ta them edhe këtë se shumë interesante. Axha em ka bo 6 vjet. Nga 6 nga 10 secili kanë bo për shtëpi në atje të kokajt e Shkinaukut. Po, kur e kam thonë agjës të mund, a more lekti si persekutun politik të shi se po në 6 vjetë burg. Ja, s'kam qenë për burg politik. Si s'ke qenë burg politik? Pa ja mon raha këtë kryetar në kooperativët për edhe me na marrë dhenë. Si, mas i mori dhenë, se imaginojmë ati, ti marrish malësorit, kjo është një shpenduri, Po, imagjino Axhën. Thembin e mbjetesës shekullore. Axha që nuk e konsideron politike fare, thotë erdhi me marrë dhenë. Mori dhenë, po normal. Unë raha. Po përgjigja, po. E kupton, nuk e konsideron. Ai faktikisht është më shumë se sa politika, është rezistencë. Absolutisht. Është rezistencë fizike. Sepse familjet e malësore kanë pasur këtë shprehje, domethënë, pas njeriut, ai quante gjanë e gjallë. Domethënë, me njeriu ta zëm që normalisht e kryesorja. Edhe kur i notet në i gjanë, në i fatkeqësi, thot njeriu, ama ke gjenja gjallë. Shiko, në Lumjan, për shembull, edhe kali, edhe qeni vdes. Vdes. Nuk sof. Nuk sof, duhet thotë, si puna e bletëve. Vdes. Kali edhe qeni. Që janë 2 partnerë tonë. Pra çfarë lidhje? Kryesor në gjithë këtë shtektimin. Pra ne kjo është e rralla, e kupton, faktikisht, trashëgimi të tilla janë të rralla dhe ta zhdukish nga historia trashëgimore e kombit tan, pakësi e madhe. Jeni për të falënderuar. Shikoj çfarë thotë. Ti thua aty ke thënë diçka kështu, je shpreh kështu që punimi ju jeni realizuar në bashkëpunim me profesorin asociuar doktor Resh Valbona Karakaçi, e trajton transhumancën në korridorin Luma dhe në Shkodër, Luma, si një formë gjallë që ndryshmërisë kulturore dhe infrastrukturës sociale. Por në qenet të analizës vendosën konceptin e social ablank që është kjo? Shiko, Ablangu e gjithë punimi që nisi për fjallës Ablang. Ablang është Samari. Samari, që nuk e dhja. Samari ka Ablangun e parë, Ablangun e mrap dhe drasa. Po, janë këtë. Ne, që kërë nisëm me shaka me bonën, e nisëm që ne, kur dëna me thonë njëni është i marë, thuhet ka një dras mangut, e kemi shprejnë shqiptare. Ne, për kësaj shprejnë, këna thonë, shiko, ai nuk ka një dras mangut, ka krejt Ablangun e heqë. Sa e bërë. Sepse Ablangu është pjesë e Samarit, që marrë gjithë drasat e lidhme. Marrë drasat, po. Në qoftë se i ka Ablangu, drasat që ka lafitën krejta, nuk renasiona, nuk ka një dras mangut, po, ka krejt Ablangun e heqë. Pra ne mjeshtrat i kanë dhënë shumë rëndësi Samarit. Samari shumë rëndësi, edhe unë kam pyet kështu një mjeshtër, që është një mjeshtër në Bruç, në zonën e Bruçit, dhe e pyeta kështu, se Kali është kafsh fisnike, si e trajton, si kafsh ngarkese kur bën Samarin apo si kafsh fisnike. Dhe më tregoi një sekret se si bante Samarit që mos të vriste shpinën e kësaj.
Po, patjetër që shumë e rëndësishme të mos vritet. Shiko, ti i ke pa, ka ndodhur ti shohësh lumjan tu shtektu. Ne nuk kena hyp kurrë në Kalin. Kalin e kena pas partner të udhëtimit ton. Kalin ka majt barë, ne kena ecën kam bashkë me Kalin. Partner. Shiko, tani, Heguran, unë para bëja gazetën Mirdita, ishte edhe gazetarë Gazeta Sheku, edhe kam qenë kisha qef me shtektu, kur shifsha ato gjërë më durshin si lloj ekzibicionesh jetësore, po që më tërhiqin fort. Edhe kalyn për Rubik, nalem ishte me makinë me i shok, i thosh, nale këtu, edhe takoj pash, domethënë që po hesin tufa baktish, delesh ishin, duke arprende, besoj du të kenë qenë nga zona jode. Një quni pa, e që më pëlqeu shumë, ishi quni ri që ma ban me dorë, edhe Gledi ka për të nga dhëna, fotografi e pika, jo, nga më të bukrat. Edhe pasaj është pjesa tjetër që janë duke hyrë për qytet, edhe është një që prinë, pasaj janë qenë që rrinë, roje, edhe janë mushkat, kuajta, si e thonë ju tani, ato me atë barën. Pra një më banë përshtypje kjo që thunë që nuk hypshim në kalë, sa bukur kjo? Po, pikërisht pra, se të thash, si që është ajo, Kali është i shenjtë, është partneri, pa Kalin ne s'kena bon kur gjon, qoftë shtektimin, po qoftë edhe punë të shtëpisë atje, me bajt drut, me bajt barën, me bajt dengat e barit, edhe kërë një etimologji që unë jam përpjek të studim jem me sjell edhe këtë dengat e barit si ngarkohen soha, si mjet i rëndësishëm që është ajo që man barën për me ngarku Kalin vetëm, do ta kesh një sohë me vete se s'ban ajo që ngullet në tokë, për me ngarkon një në dengë barit. Dhe mban kjo. E mban me sohë që të ngarkosh dengë që mos marrë e këshu. Që mos t'i ka se që i ka menu që gjamë në detaj. Po është, ajo është inxhinjeri vernakulare, i thonë asaj terminologjisë, inxhinjeri fshati. E gjitha ka qëllim në vetë, sepse në mira vjetë, pse gjanat popullore janë të mira edhe janë që të ma gjepsin. Se janë dash mira vjetë përvoj për mu arrit aty. Ajo dritarja e ngusht me atë murin e gjanë, ka dash mira vjetë me mërri aty, ato nështë kanë një zhvillim me një mur të holleve, por kushtet e kohës e kanë detyruar që me bon. Ajo e fut një baktive në katin poshtë shtëpisë, që të kanë majtë ngrohtsinë e katit sipër ku kanë nejt njerëzit, kanë pas djeni, inxhinjeri. Edhe sa është interesant instinkti popullor. Për shembull kur më përmendi këtë, kam gjetur në Mundel një i cili flinte sipër, ke parasysh që është vathej, edhe flinte sipër kishte bën si puna kalamoj që kanë shilarsa, flinte atje, sipër, pse flinte të thosh ti? Për shkak se ishte astmatik. Edhe në kohën që ishte duke fletë sipër këtyre, pra që ishin të 10 baktit, rreth 500, ai domethënë kalonte verën pa asët. Shumë interesant ky ndikim. Pra ne kanë qenë njerëz të shnetshëm atë kohë. Njerëzit e shnetshëm. Shiko. Po, do fizikisht, s'kishte barna, valla, s'kishte asgjë. S'kishte barna. Pra ne i ka trajtuar kafshën. Ajo ka qenë luftë realisht, sepse pranaj është, nëse nuk ndihmohet nga shteti, sepse të bësh shtektimin është luftë, është 2 javë në kam që të hecish ti, duke gjetë rrugën e duhur, duke gjetë njerëzit e duhur, duke kriju ato, kanë qenë të lodhshme. Njerëzit kanë hecë, kanë qenë, unë i maj menun kukës në qaj atje, në dasma, çunat që pishin një tas me ynyrë shkrime. Në ynyrë shkrime. Po, ne sot na të merron kjo kur se lexojm dietat aty në Facebook edhe thot nuk duhet, ai merr tasin 2 kilsh me ynyrë edhe e pinte kështu, sepse isha i gjithë ditën të shku 5 mëngjesit të dalë gjesh, të kosit ai 3-4 dylym me kos, të ngarkuar tu ardh. A të rrim pak tek metodologjia, tek gjithë struktura e një shtektimi, po them kështu. Pra shtektimi afërsisht bëhet nga muji nëntor për të ardhur nga bjeshkët. Domethënë ti tetori, do të 6 nëntor që ti kishe kalu qafat e maleve. Po ti kishe kalu qafat e maleve, kur s'ka borë pastaj ose më pak. Tani nise prej atje, përgatiteshin me gjitha aletet si duhen në radhë. Dhe çfarë ndodhe, thuj pak dhe shtektimin, meqense ti ke njohuri për shtigjet, ka pas një shtek të mirë përcaktuar. Për shumë arsye besoj. Jo vetëm thjesht për vijin e më të shkurtër. Kjo po dhe për arsye tjera. Te punimi jon, 2 terma shumë të rëndësishëm që u morëm ne, se thashë na marrë me impaktin social, ka qenë Byrazeri, edhe Konaku.
Byrazeri dhe konaku kanë ndiku në mënyrë të ndërsjell shtegu dhe të konaku dhe konaku të shtegu. Domethënë, në moment nga do rrugës që kena ecë, ne kena pas një vlla gjaku. Që interesant. Edhe Domethënë prit, po marrim një shteg. Edhe këto mi ilustro. Domethënë nisemi nga çaja ku vjen çaja. Pra niset tufa 500 baktia, 1000 sa mund të jetë. Edhe vin tani dhe nga keni kalu në çaj, Bushtric, Kalis, në Kalis kalot Veleshica, në Reç kalot. Reç është pjesa e Dibrës, pra një fut ka Dibrë. Deri në Reç ne aty kishte miq shtëpie, Miq shtëpie, okay. Një krushk, një mek. Po e qartë, janë marrëdhënie brenda krahinave, po. Pastaj ku kalon nga zona e Dibrës, kalon Drinin dhe ngjitesh për Lur. Dhe po, në Lur kena pas byrazerat. Në Lur, në Lur apo në fushën kryesore? Në Lur, tash në varësi të ku kishe byrazerin ti dhe ku mundshe me kullot vend, sepse në vend nuk ecin me vrap. Po normal, ecin duke kullot. Duke kullot, po. Ti ban një shteg aq sa mundën në vend që më smu lodh. Për shembull sa kilometra mund të ishte fjala vjet një shteg? Një shteg tim pa u ndal. Të thush ti, ato mund bënë 20 km në ditë? 20 km. Po. Pra mendoj. Dhe vinin tani dhe te pika ku dije se ku do ndaloshin. Po aty kishin një byrazer, një mik, e kishin një konak. Pra ishte një konak ku ti mund zatesh. Ku ti mund zatesh dhe ku mund të ishen bez dikujt, sepse gjitha kjo është e rëndësishme se do të kishe bez në dikujt. Po. Pastaj kaloshim në Selit ku kishim byrazera të tjerë, në Perlat. Pra kalonin në Selit në Mirditës. Po. Pra nga Lura, shumë e rëndësishme se kemi një kalim një trajektore të etnokulturave, shumë interesante edhe kjo. Po, shiko, se do të thoja një element nga Lura, së bëresim Perlat, në Rubik këtu, po ka pas një diçka shumë interesante, se këto byrazerët tonë, në Mirdit, në Tale, në Trush, kanë pas një diçka që është shumë interesante, ente e muslimanëve, ente mikut. Që moshin i pa lenë, që kur na vin këto byrazerat tonë që janë muslimanë, prej sipër, të gatujnë për to. Që këto gatushin për vete me mishderi. Po mishderi, nërsa këtu kishin një palen ku zgatuje kur mishderi. Po, vetëm ose dele, domethënë po, që me prit byrazerin që na vjen. Të virta, vetëm to, domethënë pa, shumë e bukur. E ku e kam has ne, shikoj, ne kam has në Gjaku Doçi. Gjaku Doçi që është mund në hyrje të Lurë, se ke parasysh? Po. Dhe kam bërë intervistë aty, edhe ndërto e pyes e shoh Teo Gjaku, aty mu Teo Gjaku kishte disa enë. Enë të hershme që janë përdorur para 100 vite. Po merr kësaj familje ka pas një vlla katolik, tjerë ishin muslimanë, ishte njëri se Lura e ka paste. Dhe më thotë, shiko thotë, ku e materializoj këtë fakt që ja u them të hujve. Dhe më thotë, kjo jena e vogël, thotë është për vllajin, ky vllai që ka hënë ishte jena e vogël shumë. Dhe këto thotë ka hëngër ai thotë sepse ai ishte musliman, ishte ndërsa këto të tjerë me katolik. Dhe nuk përzihen asnjëherë enë. Shumë interesante është kjo. Edhe unë jam mrekulluar nga gjaja. Po fantastike. Nuk e gjen ku në botë. Absolutisht, po kjo, shiko, se kjo na ka marrë, shqiptarët i ka marrë gjallë gjuha, fakti që kanë folë një gjuhë. Në botë njihen ato rastet e mirësive, po rastet ndërfetare në botë janë të çuditshme, çuditën si ka mundësi, thotë. Kurse ne kemi, sepse ne këto byrazerat tonë, të janë katolik të tash që kemi byrazera në Ngurzi, kena byrazera në Trush, kena byrazera në Tale, kena byrazera në Perlat, kena në Fan, kemi byrazera në Selit. Këto nuk kena thjesht byrazera për një natë munal, kena byrazera që shkojmë me vim ndase me në mërë të një në tjetë. Sa burë, ja, se këto lidhje fantastike. Kupton, unë e kam pas një histori shumë interesante që kisha edhe të punimi që e ceka sepse është tregues shumë i rëndësishëm i kësaj gjaje. Para do vjetësh më merr Raxha në telefon, ishte ditë e premte në darkë dhe më thotë, Raxha i madh, thotë, shiko thotë, ti nesër e pushim, thotë, ke marrë me makinë me çun Shkodër. Edhe unë shkoj e marr. Nesër në 7 mëngjesi shkova te shtëpia, i kisha edhe ai në Durrës, në shtëpi, shkova në Durrës te shtëpia e mora. Dhe dolëm në Shkodër. Shkodër shkum të kërku në Ngurzi, unë po habit më Raxhën që të kërku të shku shtëpia vetë huja mrena. Edhe, për mas ne, kur në hapën dërën, kur e pa shumë mrekulluar, ato na pritën, e hëngra ma drejt për qef, të kallëzoj histori, të bo muhabet me të,
edhe u kthyem ato ishin fëmijët e byrazerave të Axhës tem. Axha ishte 84 vjeç. Këto njerëzit që na pritën ishin fëmijët e byrazerave, nuset e fëmijëve, nipat e fëmijëve, domethënë që shkon e trashëguar në breza dhe kalum një drejt jashtëzakonshme me këtë. Jena kthy në Durrës, kam lënë aty, të nesër sa më rrin lezhun, me morrin telefon që Axha është në gratë të fundit, atë ditë vdeq. Ditën para se me dek, nuk më kërkoj me që unë qajtë putë. Me shku ke Me Byrazeri. shku të Byrazeri me u falë me ta. Sa e bukur. E kupton? Çfarë fuqie ka në rrjedhnia në besë, edhe në kushte mbijetese. Prandaj transhumanca qoftë edhe përmes këtij shembull që solle, një detaj kaq jetësor, prandaj kjo është një vlerë e jashtëzakonshme që nuk mund shihet thjesht si një shtektim fizik i një tuf apo 10 tufa bleve. Është një shtektim shpirti, është një shtektim i jashtëzakonshëm trashëgimie. Pra ne është impakti social, sepse transhumanca, sikurse edhe sanat e tjera, janë ato që i japin formë konstruktit social të një shoqërie. Në gjitha mënyrat, mënyra e jetesës njerëzve, po hyn edhe transhumanca si mënyrë jetese, është ajo që të dikton disa gjana, që pastaj lidhen në kontekstin e gjanë, që lidhen me shoqërinë, me besën, me kanunin, me vllamin, me vllajën e gjakut, me mikun, me shoqin, me konakun, janë gjithë një terminologji e plot që lidhet me këto, edhe që ndërtojnë ato që i thona shoqëri shqiptare. Dhe pra ne është shumë e rëndësishme të ruhet. Po. Sepse duke u zhdu këto, unë nuk kam ma byrazera, se së ndjej ma nevojën me pas byrazera, sepse i ke makinë teme, shkoj, vej, kthehem, por zhdukje këtyne në terminologjive, se ka njerë është edhe për qesh, nesër me na nis lufta do nisim më kërku, ku i kena ato byrazerat banëve, që këti ta këve dhe kërë. Po, vërtet, shumë. Shiko, të kalim pak edhe në jug në disa destinacione. Shika, ka një gjë, kur pash lexova për dosjen e Italisë, dosja e Italisë, e di ku mbështeti te Arbresht, dhe në fakt prej sheku ishte Arbresht sepse këta kanë shtektuar qemë duhet. Qedhe mdoja, kupton ti? Edhe fakti është vjen një traditë, pra vetë Italia ka ndërtuar pjesëmarrjen e vet, domthonë transhumancës në UNESCO përmes Arbreshtut që janë shqiptar. Pra është rrugë kjo linjë, pastaj dhe janë rrugë janë shtigjet e famshme edhe në Itali me radhë. Kështu që ne edhe jugu ka qenë shumë i pasur me këto shtigje. Shiko, në term shkencor, masivi malet e Shqipërisë quhen malet Sharpind. Po. Jemi një blok malesh, që nga Sharri deri në Pind. Të gjithë këto malet e shqiptarëve që kanë qenë dikur. Dhe gjithë ne kena shtektu me vend që ne të Sharrit, domethënë qoftë në këtë anë kufinit që jemi ne, qoftë në anën tjetër malësit e Tovës e Prizrenit, qoftë malësorët e Qermenikës, qoftë malësorët e Korçës, vllahët e Korçës, zona e Librazhit, Qermenika, zona e Librazhit, ajo parku që është atje. Mali Sopotit me Finiqin edhe me Butrindin e me radhë, pra janë disa shtigje epike këto. Po janë këto, edhe malësorët e Konicës e të malive të Gramozit atje. Dhe është interesante sepse edhe ne dikur udhtonim gjithë ky pellg udhtonim drejt fushave të Selanikut, që ishin fusha ma të bollshme, të pamulume nga uji, edhe Selaniku ka ato pjesën e knetave të veta, po ka pas fushë që smulohen nga uji, edhe fushë të bollshme gjatë gjithë dimrit. Ose kam dishme ta pyete me thënë drejtën. Do në atë kohën kur vinin kaq shumë bakti dhe shkoshin të Rovicës, te në bregun e Macës, me radhë. I zgjidhin këto vendet ku do rrinin, se imagjinohet të vinte siç ka ndodhur si vjetë, ke parasysh? Imagjinohet të kapte gjithë ato bakti, ë? Shiko, ne kena pas një fatkeqësi një herë që Lumi Mat ka marrë në mos gaboj, ka qenë në 90-91, ku erdhi Mati dhe i mori baktit krejt, një tuftë të madhe që po dymnonin ishin në zallë të Matit, edhe çobanët shpëtuan sepse u ngjiten në pemë. Edhe po baktit e mbaj me në situatë. Lumi, ato ishin fshatar të mit nga fshat i fshat, edhe ka qenë dhimbshme, tash fatkeqësitë kanë shoqënu këto pra ne mundoheshin
me zgjedh venet, për shembull. Jo, mirë, me zgjedh vende me zgjedh shtigje. Në Torovic, për shembull, laxhat e mi, gjithë se banin stanin sipër në kodër. Po. Edhe pse kullotin në fush, edhe delet tona në malin e Torovicës nuk e blujnë dot, nuk kanë dot në malin e Torovicës. Por vinin me fjet në stan. Në stan me kullot atje poshtë. Po. Është një shembull, pse mos e përmendim edhe sot. Unë kam bërë kronika, besoj nga vitet 2008-2009, nga përmytjet me radhë shumë, dhe shifi që vilat tona, atje, ku kishte pas kneta me radhë, ndërsa kam ndesh një vend të nga spitën i kështu që ai u kishte thënë djemve, nuk di jeton masi, ku kishte thënë që mu vilën ma bë jo poshtë, me bën këtu ku e kam këtu sipër, a kupton. Por dhe baktit janë rujtë sipër, ndërkohë që kur ram poshtë, unë pa ta filmuar atëherë, ishin qindra bakti me ai ushqimi i tyre, pellë, knet, kështu që pra ne kanë bërë kujdesa. Shiko, dhe ne duhet mësojmë për tyre, thënë drejt. Atë gjën që ne s'kena qef me e thonë, sepse na prish pak atë ka qenë komunizmi që e shkputi atë djenin mira vjeçare të popullit, e shkputi duke fut me forcë teknologjinë. Duke fut me forcë teknologjinë dhe duke shkput djenin njerëzore, sepse teknologjia është patjetër që është e mirëpritëm, njerëzit të ecin, por nuk shkputet djenia njerëzore. Se me mira vjet ne i kena krejt kodrat e ishmit, kanë qenë katunet sipër kodrave, krejt kodrat e krujës sipër kodrave, fusha ka qenë bosh. Nga e gjedëm në mas 90-s me e zonë fushat atë krejt me ndërtime, edhe si ka mundësi që ato për 1000 vjet i kishin pa ndërtu majt kodrave ato shtëpiat, pas kishin ditë të mëra në fush. Pra dhe shembulli i transhumanzës, pra i shtektimit, edhe ky shembull është që të sjell për të reflektuar në kohët e sotme. Pra në sot atë. Po desha të sjell një kronikë nga Librazhi për të thonë, edhe për të parë tufat, se shqyr thash që pash tufë, ishte i tufë mirë, aty kemi nga Librazhi dhe pastaj nga Librazhi kalojmë në Gjirokastër, pra vim me dy momente të tilla, me tufat dhe çfarë thonë vetë blegtorët që i shtektojnë. Vazhdon prapë kjo tradit, jo më atë numër që ka qenë, por spaku vazhdon. Tani është Stina që barinjtë e bariteve të imta lënë zonat e ngrota dhe bashkë me tufat e tyre, shtektojnë drejt livadheve malore. Aktualisht barinjtë me tufat e bagëtive janë duke u shpërngulur nga Dumreja drejt maleve të Sopotit në Librazh për të kaluar stinën e nxehtë të verës. Gjatë kësaj periudhe fermerët i lëvizin bagëtit nga zonat e ngrota drejt livadheve dhe kullotave malore. Fermerët të cilët shoqërojnë bagëtit drejt maleve shprehen se ky është një biznes i mirëfillt i cili ka nisur që në vitin 1993. Land Bloshmi tregon se dikur kjo tufë filloi me pak krerë, ndërsa sot numërohen deri në 1300-1500 krerë bagëtie imët. Kjo tufë kemi kultivuar që në 93-shën, ka filluar i mat. Tuk e shtur, kemi pas 900 krerë, tuk e shtur, ne kemi vajt deri në 1500 krerë. Vështë si ka kjo lloj zanati, si ka shqik zanati vështirë, por tuk e punur, tuk e zgjedhje me gjallë. Na shteti kërkojnë shumë shteti, edhe kur tipe subvencione, tipe për gjithë. Si për ajo që kam shumë, si për ajo që ka pak, është mirë. Gjithë blegtorët marrin aq sa u takon. Se i majnë për dimër, i majnë zonë e Dumrit, për Behar i kalojnë në zonë e policisë lart. Sopot. Patjetër që ka vështirësi, sidomos dimri është i vështirë shumë. Po me të forcarja, kjo lloj pune është shumë me të forcarja. Kjo është. Ndër të tjera fermerët shprehen se blegtoria është punë e vështirë dhe kërkon shpenzime të vazhdueshme. Ata thonë se kanë aplikuar për subvencione, por shuma e përfituar është simbolike, 1000 lekë për çdo dele. Nëse udhëtoni këtë ditë në rrjetin jugor të rajonit jugor, mos u çudisni as pak, nëse hasni kopë të shumta me dele dhe dhi, barinj me mushka të ngarkuara dhe me një tufë qënstani që shoqërojnë këtë karvan. Mos u shqetësoni nga pritja. Shijoni këtë moment të lashtë magjik. Barinjt janë duke shtektuar nga kullotat verore në male në drejtim të kullotave dimërore në ultësira. Udhëtarët dhe turistët ndalen për të parë rritin e lashtë të shtektimit të bagëtive. Jam brez i tretë që e trashëgoj. Një simbol më i veçantë është stolisja e cepëve që tërheqin kopën.
Udhëtimi është në varësi të destinacionit, ndonjëherë zgjat deri në 5 ditë. Barinjt dhe tufat udhëtojnë ditën dhe pushojnë natën. Shtektojnë 2 herë në vit, në fund të vjeshtës dhe në fillim të dimrit, dhe në fund të dimrit dhe në fillim të pranverës. Fillon me bërjen e kafshëve gati, me pjesën e stallës dimrit. Kjo trashëgimi jo materiale është vlerësuar dhe marrë në mbrojtje nga UNESCO si trashëgimi kulturore botërore. Transumanca, domethënë, mund të ketë pas njëjtin karakter edhe në jug në mënyrën e vet, apo janë tipologji pastaj trashëgimore, doksore, zakonore, etj me rast sipas krahinave të Shqipërisë? Shiko, ne në Shqipëri kena këtë fenomenin që ne qymë malësi në shtëpi. Domethënë edhe jugu, edhe Librazhdi, edhe Gjirokastra, edhe Korça, edhe ne, edhe malësi e madhe, këto zona që kemi shtektu me dhen, ne i thona malësisë shtëpi. Përkundër, për shembull, në Itali është një shtek shumë interesant, Puglia Gran Sasso, po ato i thonë Pugljës, fushës shtëpi, e çojnë për verim Gran Sasso. Kurse ne kena pas të gjithë këtë udhëtimin që kena pas shtëpi në mal dhe kemi ra poshtë. Me udhëtu në fushë. Nështë edhe fakti klimës që fushat kanë qenë me malarje, me kneta, me gjana, edhe kanë qenë më të rrezikshme me rritë fëmijët. Nuk do të me hymë më thellë këtë gjanë. Por gjithë ne njëta rrugtim ka qenë, domethënë, që kena majt tufat të mbjeshk dhe dimnit me shpëtu me ik borës, 6 nëndorit, shmitri me smenazon mbjeshk, kena zbrit në fushat që kena pas tash, edhe kjo është një cikël, sepse edhe ne Lumjanët nuk është se kena shtektim të vetëm në Shkodrën. Edhe ne kena udhëtu drejt Myzeqes, kena udhëtu drejt të zonave të Tiranë-Durrësit, aty ku kena pas stacionin e tonë, ku kena pas miqtë tonë, ku kena pas mundësinë që mu vendos. Kështu e njëjta gjë ka ndodhur edhe këto, ne pam rastin e këtij Librazhdit që shkon në Dumre, po Librazhdi kanë zbrit edhe poshtë në Myzeqe, Korça ka zbrit poshtë në Myzeqe, në Vlorë, kena ato malësorët e vargmaleve Gjirokastrës që zbresin poshtë në qoftë në Dropull, qoftë në Finiq. Në Finiq edhe në Butrint. Edhe në Butrint, në gjithat pelgun e Bistricës e Butrintit atje. Se logjika është e thjeshtë, ti ik nga mali dhe shkon diku ku s'të zën bora dimnit. Dhe mundesh me ashtu dimnin, sepse delja është delikate, delja nuk është se mundet mu majt me bartë thatë gjatë dimnin, në qoftë se lopët dhit mbjetojnë edhe me bartë thatë me taxhi thjesht, delja ka nevojë për barën e njom gjatë gjithë kohës. Edhe kjo ka bën që të shtektojmë dhe përgjithsisht shtektojmë me dhen. Gjithë këto janë shtigje, domethënë, po të pyesësh, unë njoh shumë mirë shtegun se familja ime ka bërë këtë shteg. Don që pas vendosjes kufive në 13-ën, se më parë ne kemi njeh shtegun e Gjeut, Celanikut, Grykës Vardarit dhe Celanik, po me vendosjen e kufive shtetëror në fillim të shekullit 20, ne kena njeh këtë rrugën që ka qenë më pak e rahmet drejt Bregdetit Adriatik. Pra interesant në mënyrë intuitive malësor, pra që bante malëve dhe shtëpiat e gjallë me numër të madh kanë ndjekë edhe gjeopolitikën. Po gjeopolitika ndikon. Për shembull ne kemi parasysh atë debatin e madh për Vermoshin që është bën në kohën e Zogut, që ne akoma sot duam të gjejmë fajtorin kush është. Në thelba ka qenë një luftë për kullotat alpine të Vermoshit mes fisit Kelmenit dhe fisit Kuçit. Kuçi që kishin vendosur u bë serb dhe me nejt me malën e zi pretendonin për kullotat, Kelmeni që kishin vendosur me nejt shqiptar në këtë anë të kufinit pretendoshin për ato kullota dhe ka qenë një debati ka qenë në thelb, cilit fisi takojnë këto kullota, që përfundimisht me mbetjen e tyre brenda kufinit shqiptar, fitoi fisi Kelmenit të drejtën mbi këto kullota. Pra ne themi etnokulturë. Pra ne themi se këto duhet të jenë të kthehen në atraksione turistike. Se kjo është transumanca përveç se si funksionale, por turistike, se a vinë plot turistë në vend. T'ju thush histori të tilla se kështu ka qenë, kjo është shumë e rëndësishme që këto shtigje t'ju injektosh histori brenda tyre. Shiko se unë nuk e kam shumë qef me qenë shumë kështu krenar. Ne si fis kokajt kemi një ngjarje interesante kur ato japonezët
thonë këto, se ka qenë kryetari i Komisionit Japonez, po vendosnin kufit Po, në bjeshkët tona, ka qenë verë, se normalisht atëherë mund të kalonin në për bjeshk, dhe fisjem kanë qenë të kosit në malë, kur i kanë pa këto që kanë qenë diku mes bjeshkës e shtëpisë të vendosë kufinin. Diku që i thona ne kamaratit të shi. Këto kanë marrë kosat, kanë shku atje, i kanë njek ato komisioner me kosa, dhe i kanë vendosë dhe sot kufiri shtetërori... Komisionerët e fuqive të mëdha. Komisionerët e fuqive të mëdha, po si dhe shohë ato udhëzimi i tyre ka qenë që qytetet ishin të caktuar. Edhe si i kanë ndjek me kosa që mos veni kufi atë. Dhe sot kufiri shtetërori i Republikës së Shqipërisë kalon për kufirit të bjeshkës kokës. Sa e bukur është kjo. Edhe biles po ta shohësh në hartë e bëj një trekanç aty të çuditshëm kufiri dhe gjithë bjeshka jon ka mrena kufirit. Sepse të na logjika ka qenë e thjeshtë, të na priçë bjeshkën dhe na priçë jetën. Shiko, Ebran, s'u mbret kam thirr sot. Kam drejtën, edhe nga herë dhe historian që mbajnë këtu. Pra duhet të kuptojnë të gjë. Shtjellja e këtij fenomeni shtektues me histori, kjo e bën të qëndësishme dhe e bën tamam, domethënë, një realitet të prekshëm edhe për UNESCO-n, sepse do janë histori që rrallë popull i kanë. Po, shiko, të thash, kjo përveç se ka një rëndësi kombëtare, që është shtektimi, thash, Lumë në Shkodër, Lumë Tiranë, Sopot Dumre, Kodjune Qermenik, Myzeqe, Malësit e Korçës që zbresin në Myzeqe, në Vlorë, apo ato të Gjirokastrës në Butrinte në Finiq, kanë edhe impakte ndërkombëtare. Shtektimi malësorve që është nga malësit e plave së të Gutsisë, të Kuqit drejt në fushave të në Shkodrës e deri në Durrës, është fenomen i njohur. Shtektimi jon nga Shqipëria në mes përmes Maqedonisë që kemi zbrit në Xher, është trakt ndërkombëtar, shtek ndërkombëtar, që po të kemi atë marrëdhënien e dur me fqinjët, këto kthehen në shëja miqësie, Shumë bukur. nuk munden me qenë vetëm ndarë, të kallëzojmë se shiko, se ne kena qenë njëjtë dhe unë besoj që sikur i kena byrazerat këtej. Janë edhe maton kufije. Do t'i kena edhe maton kufinit, ato byrazerat dhe konaket tonë. Pa tjetër mëse, po t'hysh edhe ke rruga Mdafshit, si ishte dikur që e bënte Kina tjere, imagjino kanë qenë stacione miqësie, kanë qenë stacione vjedhje, lufte njëre tjetër. Pikërisht, edhe tashmë por gjatë studimit po shifja statistikat. Pse nuk na duhen delet më? Nuk na duhen sepse ne importojmë leshin me një kosto shumë minimale nga firmat industriale. Interesante që eksportuesi kryesor i leshit për Shqipërinë ose nga importojmë më shumë lesh ishte Italia. Pastaj Kina. Mishin e importojmë nga Amerika, Shtetet e Bashkuara, nga Brazili. Brazili për fatin e keq. Edhe normal nën produktet është interesante për shembull sepse Bosnia, Serbia kanë shumë në produkte të çumshit, bulmetit, që po futen këtu me një kosto që e mundin koston e prodhimit vendas. Edhe kjo e bën që të bjerë rëndësia e tufave. Unë kam një rast shumë interesant, unë kam një gozgjaje që ka akoma tufën e saj në Kukës, edhe pse nuk shtekton ajo, ajo ka dhi edhe shumicën dhe me gjysdele, por kisha e 50 keca. Po flasun me një biznesmen që ka një restorant shumë të mirë, shumë të fuqishëm, i them, merr keca. 50 keca? Mund të më bën kontratë për 2000 keca, se me 50 keca nuk më del. Nuk më del. Dhe ai e bën të kontratën në Rumani, ku i merrte këto kecat. Kemi politikat e duhura ne. Absolutisht. Po është një pjesë që do të flasim pak më kështu, do ta qëndrojmë si bisedë pikërisht për politikat e duhura, po të vazhdojmë pak me këto shtigjet e ecit, po. Shiko, që pam aty në pjesë e jugut, duket sikur kjo nuk është bjerë. Për ditë ka më shumë tufa, ka më shumë lëvizje, kështu, ndërsa për të qenë realist me veten, në veri është duke shku drejt bjerjes. Shika, unë nuk di se nuk kam statistika. Jo, se të njëjtin gjë kam pa në Valbon. Në gjë pra në vende dukshme, po them. Nuk kam statistikat. Po, nuk e shoh më televizje te nga zona jonë. Por do pa edhe me mundësit për subvencione,
Po. Si janë subvencionu, ne kena pas një politikë shtetërore, faktën që nga 45 e këtej qeveriu nuk e ka pas shumë, nuk e ka konsideru veriore, domethënë edhe kur kanë qenë çobandënsh nuk e kanë konsideru sikur janë çobandënsh mirë, edhe kur kanë qenë çdo lloj zanati e kanë konsideru dytësore, edhe kullat, për shembull, ne kemi pafund investime në 100 fshatrat, ishin përfshirë 5 fshatrat himarës, edhe në veri ishin tek tuk nga një fshat, domethënë që ishte fishta këtu në Lezhë që u bën 2-3 investime, ishin Lezhë që u bën piste biçikleta, por nuk është se pat në investim me impakt, sikur ka pas fshatrat e Imarës ku është marrë fshati tërë i dorë dhe është restauruar çdo shtëpi nga fillimi në fund. Kjo gjë ka ndodhur edhe te shtetimi i dhëmbëve, subvencionet i parti gjanat që kanë qenë apostafat për të mbrojt këto gjana për me mbrojt tufat e dhëmbëve, në veri nuk kanë pas impaktin. Shiko, do sjell një fakt edhe një kronik shkurtër. Unë kam pëlqyer shumë Robert Delsia, albanologun e famshëm, i cili tashmë është varrosur në pjesën e thethit, dhe ai domethënë u bë më shqiptar se vetë shqiptar dhe na e diti rëndësinë e trashëgimisë tonë më shumë se sa e kemi e dim ne të më radhë. Por shoh që edhe për transhumancën, për shembull, është një franceze që në vitin 2008 është Martine Worfer, që jeton në tamaret Malësisë Madhe. Edhe ta ndjekim pak se çfarë thotë ajo. Atje në Malësi dhe çfarë thotë pikërisht për shtektimin e baktive. Martine Wolf është francezja që jeton prej vitit 2008 në Tamar të Malësisë së Madhe. 80 vjeçaria jo vetëm që është e dashuruar me vendin ton, por tashmë është kthyer në ambasadoren e Maleve, ku po lobon për mbështetje. Për këtë, Martina thotë se ka krijuar edhe shoqatën e barinjve. Këtë dukuri i çoban është në rrezik të zhduk sepse janë shumë personë se nuk kuptoj rëndësi. Çoban bishkatar është profesion shumë i vjetër, por është profesion për të ardhmen, edhe për ndryshimi i klima, me mbrojtur biosfera, se ton të riska uçimi biologjik. Baktit kullosin bjeshkve dhe verojnë në stane deri në prag të dimrit, edhe përpara dëborës së parë, barinjt zbresin në fusha. Rikthehemi këtu në studio, që interesant kjo, ha? Shiko, kur flet kjo, më duket se flet më me shpirt se ministrat, se kryeministrat, se ne vetë ne shqiptarëve, është më e male atje jeton atje. A ishte në konferencë kjo? Po, Martina kishte një prezantim në konferencë, besoj se ishte edhe profesor Zërgjeta, ishin disa nga aktorë që janë marrë ndër vite me këtë, ishte shkurt është ajo një malcore tjetër. Rita Shkurta, ishin disa personazhe që e kanë pasion dhe kanë vendosur jetën e tyre, e kanë lidhjet e tyre me këtë gjë, me mbrojtjen e kësaj gjëje. Fatkeqësisht këto asnjë nuk ka forcë ligjore, domethënë, dhe kur merren vendimet merren në Tiranë, Martina jeton në Kelmen edhe Po, Martina se kemi edhe Mariana Koçevën, që vjen nga kjo botë, a e kupton që është deputete, po unë mendoj që kjo pak një herë duhet ftuar në parlament. Kjo, flasë kjo, kur vje puna me fol për transhumancën, kur vje puna për të fol për subvencionimet e me radhë, si flet ajo. A prek thelbin. Po ne jemi një herë që ka fol Rita ajo Gerta Loku në parlament, u bë ikon, do të Mohamed, sepse foli me shpirt. Po, se nuk e kupton lotin e Gertës, se Gerta jeton me baktive. Gerta jeton atje. Njeh jetën e një baktie dhe don fort. Edhe Martina që ka me pasion, ajo është një zoj e vjetër që ja ka dedikuar jetën maleve tona, edhe që ajo po kupton që shiko, ne po mashtrojmë vetën të thonë që po shkojmë mbjeshk me hëngra. Disa është të mërshme me ditë që ti shkon ta marrë dhe hanë mish rumon e mish Brazili. Po, të mërshme. E kupton? Dhe prapë nuk vazhdojmë, nuk bëjmë asnjë përpjekje me subvencionu këto barit venas, me nxit. Shiko, ti e ke tradit brez mas brezi. Këtë fisi jem kanë rrë në Tiranë, Durrës, janë largu për asaj punë. Ne
kena një si fort mbjetese dhe normalisht kena marrë zanatat e tjera, si kena rënë fush. Po me na palon me rritën tona, në do kishna mërgullima të bjeshk tona që i kena lanë shkret atje. Edhe këtu duhet se zbanë nërhymja e shtetit. Nërhymja. Ne malësorët kena edhe një problem tjetër të matë se ne nuk dina më ullë krytin e me shku me lyp. Edhe duke mos shku me lyp, ka iluson lypi një shkrim shumë interesant me këtë që malësorët s'din me kërku kur gjosh. Shef punë në vetë, ik në Angli, ik në Gjermani, i bjerë mas vetit, nuk del me nejtë para bashkisë të lyp gjana. Edhe në këtë rast, duhet me kenë shteti, duhet me kenë strukturat lokale, bashkit, gjanat, bashkëpunim me organizatat shoqërisë civile, me gjithë mënyra se si me rivitalizu, si mi i rinjallë bjeshtë. Po, do të flasim pak më konkretisht pasaj se, shiko, ne flasim, nuk është thjesht, edhe thamë vazhdimisht, nuk është thjesht një shtektim. Ti mësolle disa eksperienca tuja të familjes suaj të hershme, në shtektimet, pra duke kaluar në etnokultura të ndryshme, në zënje misive, në doke, në zakon, kanë qenë në festa me njëri tjetrin, e kupton, në lidhje miqësore, martesa, tjere, pra është gjë shumë interesant. Por ndërkohë, një shtektim, domethënë një shtektim, të pak e jugu ka pas pak më të theksuar se sa veriu, sepse e ka shoqëruar me element trashëgimor. Edhe me, për shumë, ka qenë një lloj festivali i fyjeve, i kavajve, e mëra. Kavajt i kem pas edhe ne në zonat tona, janë përdor kavajt. Por unë du të marrë disa kode, pra si studim, disa kode, dhe të marrë për shembull, po mërë një shtektimi kemi rritjet dhe besimet. Në Shëngjergj tufat nuk përzihen, thotë. Shritat kuq për mbrojtje nga syni i keq. Unë kam vënë re, pse u vjen të shritat e kuq? Do pas atë kështu. Rritjet që bëhen me krip dhe sheqer për mbarësi. Tjetër thotë këngë dhe bekime. Këngët gjatë mjeljes, sepse tufat a janë mjel. Edhe gjatë shtektimit janë mjel. Pra këngët që u këndohen edhe sot për shembull kam vënë re që disa stalla përdoret edhe muzikë që të kalshin qumshin kështu në mënyrë natyrshme dhe instinktive. Ose bekimet ta shtoft Zoti tufën. Shef një tufë dhe ta shtoft Zoti. Është shumë e bukur kjo. Tjetër kodet zanore për shembull. Pra ne them që kjo është etnokulturë shqiptare, është e jashtëzakonshme, kodet zanore. Bry për me fut në ujë. A kupton, ku shkoshin për me pi ujë, edhe ju boshin këtë thirrën e madhe. Unë kam vure, ose kam kuptuar se pse bëjnë, po bry futëm me pi ujë ata. Andan, për me shku në vath. Andan, nuk e di tani, mase duhet një hundore për ta përdorur, por kështu. Edhe oç, nalo. Shumë e bukur. Ose shprehje tjera emocionale që janë tipi i nëmve, si thot jugu, të hangur ujku ose trafilën gata, e kupton. Janë disa, është një fjalori tanë, domethënë që na mbledh dhe në studime, besoj që kjo do të jetë pjesë. Shiko, unë duke ardhur për një familje çobansh, për një kulturë që kena gjithë jetën të lidhur me çoban, nuk jam shumë dakord që jugu e ka pas më të theksuar. Gjatë kësaj kohë unë kam kuptuar një diçka shumë interesante, që karnevale, është një fest pagane, që kam mbijetuar mes me paqen ajo shkëputje e komunizmit që na vrau krejt këto traditat. Karnevalet kanë qenë shumë të mbrojtme në zonën tonë. Ekzistojnë atje në Tetov, në Bozovë, Tetovës që bëhen karnevalet të mëdha, që edhe atje kanë marrë shumë karakter komercial tashmë. Edhe janë rretët Polenës, duhet, si kanë to. Po janë Polenës me veshjet e vjetra, me lingjet e mëdha, me kështu. Po ne që të dasma që është ajo plaku dhe plaka është e valja është me turinë e kësaj gjaje, e këtyre karnevaleve, festimet e ditës verës apo të Shëngjergjit në Kukës, për shembull, se o bë e madhe kjo punë e ditës verës në Elbasan, zbulun ditën e verës në Elbasan, kur unë jam rrit me ditën e verës, domethënë duke festuar. Duke festuar këngët e ditës verës, këngët e Shëngjergjit, i kena pas të mbrojtme në i kam na dënon, nuk mundem, duket absurde që thonë tash ditë e verës u zbulun Elbasan. Dakor. Atëherë kemi problem ne. Nuk i kemi të studiume. Jo vetëm studiume. Kemi një problem ne, sepse ç'a bëjmë ne? Unë ja kam thënë, shkojmë për shembull te festivalet. Meqenëse nuk kam drejtuar kulturën. Shkojmë te burra popullore. O burra, këngë, trimnie, vrau, preu, bëmë edhe nuk merrna me ritet.
për shembull me ritmin e buzmit, që është i jashtëzakonshëm, edhe këto që përmendën ti me radhë, po përdorim këngë, doli më e kepit, vrau 500 veta, Ne lumjanët, ne kemi humbur këto gjëra tash. Ne lumjan, po shohësh folkun ton, ne kemi shumicën e folkut të lidhur me baktit. Me baktit, pra, okay, pra, po kanë jetuar njerëzit, ma kanë jetuar me baktit. Thotë po presim Shëngjerin kur të kthej ai sa e bukur. I dashur prej fushë, sa e bukur e do. Dhe shumicën e këngëve ne i kena të lidhur me këtë ciklin e shtektimit, ciklin e stinëve, ne i kena me dhënë shumicën e këngëve, edhe fakti që nuk kanë dalë studiume nalt, ne kemi, se kena studiu të Mirfield, kena që të Tahir Kolgjini, të Shevqet Hoxha, të Izet Duraku, Petrit Palushi, ka sa të dush studius që janë marrë, dhe që janë profesor të Mirfield, ne kena Afrodita Onuzin, që është pedagoge e nderuar me etnografisë, që i kanë studiu këtë gjona. Tash ka dalë kjo goca, kjo Hersi Matmuja, që ka ripunu ca këngë të vjetra Lumjani, i ka sjellë në variant modern. Po të gjitha këto, ki parasysh që janë bë me forcat tona. Dhe pa u reklamu sa duhet, dhe pranej të krijohet binja tash që është ditë e verës në Elbasan, kupton, është shtektimi atje në Gjirokastër. Ndërkohë që ke një popullsi që ka të gjithë gjenezën e vet, atë dënën të thurme në Bari Dhenç, që kur kena ardhur si barisë, ne shqiptarët kena ardhur si Bari Dhenç, kur kena ardhur nga stepat e Eurazis në Ballkan. Kena ardhur baritë e parë që kena zonë këtë toka, po bari kena ardhur, me shtufat e dhenëve kena ardhur. Edhe çat herë ne e vazhdojmë ta ruajmë në gjenezë, nuk ka si me qenë, domethënë si me qenë. Ne kemi unë eksaktësisht të punimi jam që e marr eksaktësisht me këto gjana, me këto rituale, me ritualet të dasmës, me ritualet me stanin, të dalë me në stan, të ramen prej stani, me mënyrën se si janë trajtu kafshët, me mënyrën se si janë trajtu njerëzit, me mënyrën se si janë trajtu vend, se si janë trajtu shtëpia, roli që ka pas, për shembull, është shumë interesant për roli që ka gruaja të ne, që nuk na thona, për shembull, duke qenë edhe musliman thoni mysin gratë atje, po magjatorja e shtëpisë është shumë e rëndësishme. Ne për shembull kur nisim me bë dasmën, punë e parë që bëjmë, caktojmë përgjegjësin e dasmës dhe magjatorin e dasmës. Dy, janë dy kryesor. Është përgjegjësi i dasmës edhe magjatori i dasmës. Atyre rregullohet gjithë dasma. Edhe aty mbrapa këto suksesi ose mos suksesi. Përcaktojmë mbrapa këto dy dajnë detyrat për secilën punë që kanë me bë të tjerët. Në ndarje. Edhe stani, ka pas stanin, çobanin, edhe ka pas baçicën. Ose magjatorën e stanit. Menaxheria, tamam, sot gjuhën tonë, konvencionet tona. Ajo ishte përgjithë se ç'a bëhet me tamlin, ç'a bëhet sa gjis bëhet, sa djath bëhet, sa kos bëhet. Gjitha gjërat e ndarë. Edhe gjithë ato. A kupton? Edhe gjithë këto nuk kanë studiu, po nuk është se janë, aty janë. Po janë, bravo, po që duhet nxjerrën në kështu. Shiko, ajo që shoh se për shembull unë jo se e kemi parë në mënyrë thjeshtë atë egzotike, po them kështu, por çobanë gjithmonë kemi menduar për një fyll, me një kavall, me një kështu. Ka shumë gjëra që janë mbledhur nga bardhat e famshëm, edhe nga njerëzit tamam shkencëtar të etnofolkut, që kanë mbledhur pikërisht nga këto, shtektimet, nga bjeshkët, nga kështu, meloditë ndryshe, i kanë quajtur pastaj deri tek shkalla kromatike me radhë. Por fylli bilbili, e shoh tani nuk është më. Aja u lezeton një fyllë, imagjinoj si i lezeton ato. Shiko tash na kena Facebookun edhe Reels. E kemi këtë. Por ti mësojmë ta, edhe çobani atje në mal është me Facebookun, sepse ai ishte mënyra, çobani ishte gjithë ditën me dhënë atje, dhe një mënyrë për me Po le ta mbajë telefonin, normal. Një mënyrë për me kalu kohën ishte me marr fyllin, me bën fyllin, me gjetë atë drunin e duhur që ja bën fyllin, edhe me ju dhën relaks baktive. Edhe tufe. Me i knu dashtës, me të rejtë me mëndjen. Shumë e bukur dhe. Me marë gjethin. Me gjeth, tamam, po, ka qenë bo melodi me gjeth. Cicërimat me gjeth, po. Shiko, gjë tjetër, është, unë i kam pas pat, pakën, sa kam pat unë të tuve dhe mdoja, për ato që ishin dele, ishin të desht, ose cjep, po desht e mdoja, dhe kishin të linget, këmon. Nga herë më duke si simfonie këmon dhe kur kalonin këto. Nuk e di tani, a i kemi të blera, apo i kemi prodhim këtë lloj zeje, a vazhdojmë ta kemi në tradit? Shiko,
Pastaj kjo është një nga ato debatet që kam unë që qytetet bëhen prej malësive. Një qytet ekziston, sa më shumë malësi të ketë, aq më shumë zejtar ka. Prizreni që ka qenë qyteti jonë, Është i mbushur me zejtar. ka qenë i mbushur me zejtar se ka pas plot malësi. Po. Prizreni ka qenë qyteti ku ka bo pjesë malësia e me malësia e lumës, malësia e pojes, malësia e shtimjes, e gorës. Dhe kjo ka bon që Prizrenit ka pas zanaci plot. Ato zanacit kanë bon qoftë kumont, qoftë samart, po kanë bon edhe rrobat e burrave, sepse po t'ja vesh me ti etnografisë, gratë kanë undron veshja për katun kanë secili katun ato të vetat. Për veshje burrave ngjan. Po Pse ka ngjan? shumë. Sepse janë bën në një vend, janë blenë pazar, janë bë dhe ndryshon pazari Prizrenit pak me pazarin e Shkodrës pak. Po tishtit aty gati janë. Por Kanë disa ojna pak më ndryshe, zona me zonë. Xhamadoni po kështu, Dollama po thuj se është pjesë shumë trejave. sepse kanë qenë artizant e Artizan, po, për atje. Po. Ndërkohë që ne në përkatune kena pasur edhe një fenomen shumë të rëndësishëm që ka qenë produkt i kësaj shoqëri, i kësaj kulture që ne kena pas zgjip të katunit, si e thona. Si qushin atë? Zgjip e katunit. E katunit, që ishin mjesht ato. Ato kanë qenë kovaç. Kovaç, po. Përgjithsisht, domethënë kanë qenë egjiptianët që kanë pas gjetë shpërndarëshin ato, një familje maksimumi 2 për katun. Po. Dhe ato rrishin gjithmonë katun, dhe ato u merrshin me kovaçane, normalisht patkojt bleshin Prizren, po ne patku e bëshin edhe ato, ose e sistemoshin më shumë ato, u merrshin me punë, u prishin një kumon me risistemu, me math në i kal, me të tokë në i kos, me bane punë Shumë e burë kur i gjë këtë lloj kështu. Po gjitha janë proceset punë dhe duheshe. Po. Normalisht qyteti bëte furnizimin e madh, po qyteti ishte larg, se atëherë duhet të më shku në kam, duhet të më shku kur shkosh e blesh 50 patkojnë për Prizren. Kur të duhet një patku, atë patkojnë e arnojshe, edhe patkojnë e arnohte, edhe kosa arnohej, edhe çekiçi, kulla që duheshin aty duheshin sistemu. Gjithë ky kanë qenë procese jetësore, edhe kërën atë mikrosistemin e vetë aty. Pa shumë. Edhe në këtë sens, do të thënë, kumont kanë qenë tipike produkti joni, po është shumë interesante që Orkestra Simfonike e Vjenës si ka kumont pjesë të orkestrës. Me që shkumë aty, të sjell tani nga Monella, të sjell një minutazh të shkurtër, me punë të monësh, po janë disa monë, kur kam bërë intervistën unë mbi 90 e sa vjeçare, gati një shekull, besoj janë prodhuar në Shkodër rreth 1930-s. E ta sillim nga Monella me një bari që unë e kam dhënë një ritimin dhe kam shku, kam intervistu mua atje, po që unë mbeta pa fjalë, ishte pikërisht kur më ka tregu Kmond edhe cjep që mbarin Kmond. Ta ndjekim këtë moment të bukur. Kmond janë artë në veti. Shkuptimi në artë në veti? To janë muzikë. Muzikë, po, si ka veç, unë merë me artin. A, ty? I kemi linket dhe ne atje, kuj ke Kmond? Kmonda është e këllë për vukës. Ja. Të gjyshit tëre. Që pasëm dhe të parve tonë në burshi. Të gjyshit, edhe ka vitin shku, 1930. Mama, bjeri këtu, A mund të ta shofim aty 1930-ën? Pa, bjeri këtu t'i shofim. A do mi si resti më këtu? Ti se unë? Hajde, bro. Ti muzikaj pak. Hajde. Tani unë jam këtu, shok të cjep, janë në muzikë në Kmondve. Ja. Ja, që si binë Kmond, që. Të hamla. Që. Pra janë Kmond. O doktorën që janë banë shkole. 90 vjeçar, 90 vite kanë. 90 vite, ha? 90 vjetë. 90 vjetë Kmond. Shiko tani, sa cjep pase, këtë cjepi pase këto di? 8. 8 cjep? Po 8 cjep mëne. Po pse i manë për Kmond 8 I cjep? manë në rukon, se lodhën. Lodhën? Po pse sa peshon i Kmond? Peshon 2-3 kile me që rrethin. Edhe ja unë rëndi? Ja unë rëjë, se Si ja unë rëjë? Ja unë mëna disë? Çdo 10 ditë? Çdo 10 ditë. Si do më len fjera vjen? I ka lik morgan. Sa Kmond janë? I 3. 3 Kmond, 3 herë njën, 10 mujti të kanë një kërë. 10 ditë mujnë, një cjap do të majdo. Nuk e dija këtë punë prejnë. Unë nuk e dija që një çoban shkon deri në kalkulimin e ditëve për Kmond.
Po ma thuj çik çka ka ajo këmona të Jo veçantë. këmona, Po? është mona e gjyshve tonë. Ja. E kol për vukës. E kol për vogës. Shi. Kjo është e rregullume në Shkodër në vitin 1930. 90 vite ka kjo. Edhe kjo e ka shkruar me vitin në trupin e saj. Po dirse, po mujte ja marrin vitin. Po. Ja marrin Ktu vitin. është pak problem. Është i fije problem. Por kjo është shumë e vjetër. Se këtu e ka. Është shumë e vjetër. Sepse un pa idenë mos janë këmon të Marlaskajve, po që kanë bën në Shkodër. Kanë bën në Shkodër. Shumë interesant. Të falenderoj që e ke marrë edhe si trashëgimi për ai. Për bile, kjo ka mundësi, po e ka marr. Si trashëgimi, po bravo. Kjo ka mundësi, duke qenë do të përvuka tepër i shkanth i zgjuar e kavaljer, ai do t'i ketë ba në Shkodër, ai ka pas autoritet. I ka vu kusht ati farktari. I ka thënë mësuj sa bën, e ke dy fishin pagesën, por me me mdaj zonë këmone në mirdi tepër këtyne, ma larë si këto, për vetëm ku burja të pret. Se ka qenë edhe kështu? Po, qartë ka qenë edhe pak. Po, edhe ka qenë pak kështu, do të me qenë. Si. Qa melodie ka, ha? Kjo më duke që të bënë pentagramet e në një piano në Shkodër. Sa bukur po. Përshëndetën gjyshritarë, si na kanë lanë kitë. Bravo, edhe kjo më duke se na qënë gati një shekull më para këtë partë tanë. E të falenderoj për më dhe shumë emocion. Faleminderit shumë, unë jam unu për të majtë dhe tjetrën. Bravo. Sesin e pastër, me mishë më shpirit e mënu. Interesante, monedhe e pese sa që pasioni ka prengën? Tjetër, shiko, se në çdo zanat, unë krenohem si birë çoban që jam, që ne kena del Ruda e Lumës, është racë autoktone E leshi buti i Rudës. Po, ajo është... Ka dhe këngë për Rudën. Për punim në shekuj i racës deles, që me dalë që ti ke një racë autoktone ta dhe qoftë del në Lumës, qoftë ai deltare i lirë, qeni Sharrit, qeni Stanit, ne i thona qenë Stani, pastaj këte në fushë ka marrë vesh i thonë qenë Sharrit, se ne i thona qenë Stani. Qëse, po, deltari është kjo që ka drejton frogën puk, a i që bëna gjë, është a i që bëna... Deltari qenë të Sharrit, qenë të mdhejt Sharrit, që ne kena... Shiko, se janë shumë interesant si qenë, sepse ato nuk nga të maj njërësit. Ato një tufojq e përballin e me njërësit nuk nga të maj. Është edhe Molos i shqiptar. Molos i lirë, bravo, realisht duhen përgëzuar ata. Që po e bëjnë këtë gjanë dhe po e majnë traditet gjakun, se kjo më ka bon shumë përshëndetje. Ta sikur studiojnë ADN-ën e hershme i lirike, për ta sjellë deri ditët e sotme. Shiko, këto ka ardhur të rrit stanin, ai tu si çdo interbreeding, si thonë në anglisht, që bëjnë atë marshtimin të tillë që të përmirësohet raca duke zgjedh ato qingjin e mirë, dashin e mirë, delen e mirë, edhe shkon tu e përmirësu racën, derisa kanë mrri aty. Dhe ne kena një dele që është e mirë, që i mbjetën kushteve të motit atje te ne, që ka një lesh që është i vlefshëm, ka qumshtin e mirë, dhe kena qenin e stanit tonin që është aty. Dhe kjo është krenari. Por krenari është edhe kur ti ke atë kumonin që ushton më shumë se tana kumon të tjerë. Është shumë e bukur, ka konkurrencë fisnike, po shumë e bukur, konkurrencë që bën. Patjetër, fantastike. Në elementet të krenarisë, ne fatmirësisht edhe pse e propagandume, po do të rekomandoja që të shkojsh të tuar të ashti Shëngjergji që festojmë në Shishtavec të Kukësit. Po kur e festoni? Në 6 maj, festohet Shëngjergji në Shishtavec të Kukësit, atje ne bëjmë atë festën e madhe që nuk del në televizor, po që ne bëjmë delen më të mirë, dashin më të mirë, kalen më të mirë. E lam pse jo ta bëj një kuvent bash atje. Edhe është... Ta lem e ikim bashkë, marrë sa shoh fëmijë dhe shkojmë atje. Atje vazhdon të jetë kjo, edhe pa mbështetme, po me forcat e vetë banorëve të zonë, që bëhat vazhdon traditë shekullore që atje bëhat konkursi i madh, dhe bën garat me kuaj, bëhet konkursi i lopëve, konkursi i deshve, për rëjvive, mundësit, kangët, lojnat, edhe që është i përpjekje jashtëzakonshme aty në për me rujt, që normalisht ajo do të ishte një nga ato gjëra që do të ishte në ballë të kombit për me urujt, se është një festival që mbjetën kohës dhe që duhet me mbjetu se s'ban.
Shiko tani, që dim nga funi, të flasim pikërisht për te. UNESCO mbron ato që janë drejt zhdukjes. Dakor? Tani, ne na thot UNESCO që ja, ku jeni ju? Jeni këtu ne, sepse po shkojmë që ajo i shef më mirë, që po zhduken, tani po i mbrojmë, po i listojmë, por problemi sa i mbrojmë ne vetë, atëherë, a i mbrojmë ne vetë nuk është thjesht individi. Problemi është vetë gjithë shteti, gjithë piramida. Sa interesot për te. Dhe pra ne kam bën dhe titullimin që në mes një lloj funksionaliteti, pra si transhumanca, shtetimi i baktive, apo qasje egzotike. Se qasje egzotike, do të thjesht se ashkërë, themi ca fjalë me radhë, ndërsa transportet ne i bëjmë me makinë pasaj ku ka tufa pak më shumë. Po në këtë moment nuk kemi marrë lëvizje, nuk kemi marrë shtektim. Është shumë mirë, bravo qoftë që i mbajnë. Por në pikpamjen e asaj, atëherë ne po rrejmë UNESCO-n. Atëherë çfarë mendon ti që duhet bërë? Çfarë mendon dhe si duhet stimulohen këta? A do të ketë projekte të mirëfillta për ata që bëjnë shtektimet në përshtigjet e hershme të baktive? Shiko, si çdo gjë në qeverisje, ne u bën vite që qeverisim prej Tirane dhe qeverisim me statistika. Duke qeverisë me statistika, do t'i vrasë krejt këto traditat. Qeverisja po shpopullon fshatrat, po ul numrin e baktive, po ul edhe numrin e njerëzve. Qeverisja thot, nëse nuk ka X numër baktish, mos e subvenciono. Ai numri baktive bjen edhe një herë më poshtë. Takova unë njërin prej Oroshit që kishte shit tufën e dhive me radhë në Tiranë që me çu kalamajt në shkollë. Kishte qenë çobani i funit me dhi në Orosh, tha. Një shita tufën e dhive tha me çu kalamajt në shkollë. Kanë ndesh disa unë që e kanë bërë këtë. Se s'ka shkollë në Orosh. Po pra, nuk ka humbi më të madh se të shesish dhe të heqish baktit. Njëjta gjë ndodh edhe në çaj. Unë pash që në çaj ka dy stane në bjeshkët e çajs, ka një 2 stane në Buzmadhe, bëhen në krejt bjeshkët tona atje sipër, bëhen 10-15 stane. Bjeshka është jeshil krejt e bukur për synin, po imagjina sa bukur duket, më e bukur se çdo lule do të dukshin ato tufat e dhenëve të bardha në për bjeshkë të kullor. Ato kuajt e bukur që shëtisin atje të lirë që i bëjmë video në reklamë qeveria knaqet me të, ato do të thotë se janë kuaj pa punë. Sepse dikur punonin, por edhe shëtisin. Dikur punonin, ato kishe një periudhë që i lëshojshim në kuajt kaprilli, nxirrshim bjeshkën se nisët u shkri bora edhe nisët u dal bari, edhe pastaj në korrik shkoshim i merrshim prap me bë punë. Po, sepse nisë mu kosit bari në bjeshku, dushin kuajt me bajt dengat e barit, ato karbanet e qobanve që zbryqin poshtë me dengat e barit, ka qenë një nga pamjet interesante që tashmo s'po bëhen sepse shkojnë marrin dengat me 3 euro në Kosovë, edhe s'yn me bëjmë me kosit bjeshkën. Kjo ka sjell një, ne kena një fjalë shumë të bukur. Unë kam përdorur një poezi dhe dikur më tha, e gërtim. Dhe fjala e gërtim nuk është e gërsim, është e gërtim. E gërsim është diçka momenti. E gërtimi është që çelinohet bjeshkës dhe është pikërisht atje që e kam marrë unë është, ku thonë ana është e gërtu bjeshka. Si ta lësh bjeshkën disa vjet pa kosit, bari më bati pa hangshëm, nuk e han më baktia. Është e gërtu. Është proces i gjatë ajo. Nuk është proces e gërsimi, është proces momental shpërthimi, kurse e gërtimi është një proces i avashtë që ndodh me kalimin e kohë dhe bjeshkët edhe ky është i frikshëm. Dhe ky është i frikshëm. Bjeshkët po e gërtohen, barnat e këqija nisin tu zon venin barnave të mira, dhe nuk është më e përdorshme bjeshka. Sepse të jesh çoban, të kesh jetuar atje, ka pas edhe këtë procesin, pastrimin e bjeshkës prej gurit, krijimin e lamave ku me piu i dhente, krijimin bëmën e krojeve të bukra, krijimin aty në gjollëve ku i pëshim krip dhemve, krejt këto kanë qenë proces që u bën ai çobani, nuk është se ishte gjithë ditën vetëm të ra fyllit në bjeshkë. Dhe të gjitha këto ishin procese që u boshin me krah, edhe që kanë kohë. Nëse nuk është dikush që i subvencionon, që mirujt këto, ato vdesin. Po pra, prandaj, që të flasim me terma konkret. Unë mendoj që ato që marrin përsipër
shtektimin e baktive, që bëjnë tufat përqendruare me radhë, dhe bëjnë rrugë tradicionale, pra si shteti nga Çaj, me ardhë në zonën e Dibrës, me u fut nga Lura, me ardhë për Mirdit, me ardhë tu, deri në Torovice, ku diun në zonën e Nën Shkodrës, me radhë. Pra, në këtë rast, ky shtektim duhet të ketë një financim përcaktuar në para. Kaq jeni të financuar vetëm se bëni këtë shtektim. Dhe ky shtektim që futet në njollat që quhen për shembull në hartat turistike, të cilët ju referohen të hujve, se është kjo, ti mund të kalosh tu, mund të kalosh atje, ka të huj që mund të duhen ti, se jo të shtektojnë bashku me çoban, sepse duhen kështu, ke sa dush, ti marrin çadër me vete, flen aty me vend, pra kjo është turizmi aventurës. Dhe që është shumë i preferuar. Ato që janë ndryshe me kamper, ka tjerë që hesin kështu, ka tjerë që janë me motora, ka tjerë që pra ka lëvizje. Atëherë nëse bëhet kjo hartë, atëherë funksionon kjo, por ndryshe për çfarë është? Absolutisht që kjo do ishte diçka jashtëzakonshme, do ishte një nim për jo thjesht nim, sepse nuk jemi më në pikën që duhet nim. Tashmë jemi në pikën që duhet stimul. Stimul, po, fiks. Sepse ka hup interesi të vetë banorët për me e bo këtë punë. Tash duhet një stimul nga qeveria me nxit banorët që të rikthehen te kjo gjaja, domethënë. Unë tash që po punojshëm mezi gjeta çoban që kanë qenë çoban, që kanë bërë shtetimin vet, më i ul aty dhe më i thon ma kujto edhe një herë gjithë ritualin gjan, edhe se dhe ato po kanë nisë të harrojnë se tash e kanë marrë secili zanatet e veta, kanë rënë fush, kanë rënë Tiranë, njëri është zyrtar, tjetri ku di unë punon në fabrikë, mbijetojnë. Edhe më dash më thonë, hajde një herë tash ta mojmë mend si u bante. Jo, brava që ti ke mbledh të lloj relikësh edhe për fatin e mirë. Po unë thash, unë kam pas fatin e mirë, se një fjalë që ma thot ajo, edhe një fjalë tjetër jashtoshe mund se unë kam jetu vetë, edhe kjo më ka nimu që edhe kur flasin ato, të kem qa me fol me ta, të va kujtoj një fjalë, të vashtoj një fjalë. Por është në zhdukje, është zhduk, tash nëse nuk ka urgjent stimul nga qeveria, thash, është e vërtu bjeshka, është bo mali, për ekologët është mirë, në Çaj për shembull, ne mund të kena 3 fishin e mali që kena pas 19-ën, pyllit. Por kjo të rekon që s'ka njerëz dhe s'ka bakti atje që... Atëherë që na duhet? Për që duhet, ai pylli atje? Që na duhet? Ose s'ka që na duhet, Europa në vitin, do më në falë, Shqipëria në Europë, vitin 2030, kur malet janë zbraz, na duhet fare kjo. Po, pra ne është urgjente stimulimi, nxitja, krijimi i baxhave, dhe jo krijimi i baxhave që janë kriju këto baxha që shkojnë i mashtrin këto çoban atje, u marrin lek. Ti di se çumshi në Torovic shitet me 500 lek, ai te fshatari, taj që ka shëtu me dhënë, në të market e ke me 2000 lek, nuk e di sa shkon çumshi deles, pastaj që zrinet fare. Në market ke çumshin edhe nuk e dim sa çumsh është sa materiale tjera, 2000 lek. Aty fshatarit ja marrin me 500 lek litrin. Dhe një kontroll i tillë që të balancoje gjan. Sigur ban kontrollet qeveria që mos më e lën atë fshatarin me shit çumshin se është i pa sigurt. Të kontrolloj edhe këtë se ne nuk e dim tash se sa i sigurt është ky çumshi tjetër që po pim ne të sigurt në supermarkete. Kështu që i gjithë këto janë gjëra që duhet të bëhen qeverisja, sepse qeverisja nuk është atje, se kam një debat të madh mes qeverisjes dhe pushtetit, këto e konsiderojnë hala pushtet. Faktikisht duhet të jetë qeverisja dhe qeverisja është e njerëzve, dhe bën për njerëzit. Ti je shef që ty po tikën, po të zbrazet zona si Luma, zona si Mirdita, zona si Puka, zona si ku diun Librazhdi, Erseka, Leskoviku, krejt ato malësit e Libohovës e të Trebeshimit, se atje janë zbras krejt. Atëherë kthej njerëzit atje. Dhe mënyra me kthy njerëzit atje. Unë gjithmonë kam menduar kështu që në atë kohë që nuk ka male, nuk ka Shqipëri të maleve, nuk ka Shqipëri ma. Unë të thash në fillim një herë. Se kthehet në New York ose kthehet në Dubai, të thash një herë që një qytet ekziston sa malësi ka. Sa malësi ka, bravo. Nëse s'ka më malësi, ai nuk ekziston më as si qytet. Falenderoj shumë, Hekurani ishte i bisedë shumë e këndshme, gjë shumë e bukur, shkum traditat e mëparshme të shtektimeve biblike, po them kështu të baktive dhe erdhëm deri në kohën e sotme si një projekcion
ka që nevojshëm për trashëgiminë tonë sot kulturore në UNESCO. Dhe gjithë ajo që e nisëm me konferencën shkencore që është bërë te Universiteti Luigi Gurakuqi dhe duhet falënderuar universitetin dhe gjithë aktorët që kanë marrë pjesë për të gjë të bukur që kanë bërë në këtë moment. E ndërkohë që unë duhet falenderoj për një kumtesë që jo vetëm ti që ke mbaj, por që ka mbaj dhe Altin Mema, që është në zejën time të gazetarisë. Është një kumtesë ku natyrisht unë kisha ftuar dhe Paulin Zefin, por që shumë i ngarkuar me punë, edhe ku është një farë mënyrë edhe shpalosja e mendimit të Paulinit në këtë kumtesë që vjen edhe e imazhuar, është me imazhe, me inserte. Kështu që ta mbyllim këtu, që ta ndjekin pastaj pasi të mbyllim së bashku këtu emisionin, të japim edhe të speciale rreth 4-5 minuta. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit ty për hapësirën që më krijove. Shpresojmë që të ndihmojmë sadopak që kjo zeje që po humbet të rikthehet, të ringjallet. Shumë faleminderit. Atëherë nderuar teleshikues, ndiqni specialin dhe këtu mbarojmë dhe emisionin në Kuven, këtë prajmë këtu në Akrolis TV. Unë Gjergj Marku, mirupafshim. Në një kohë kur globalizmi prirë të njësoj mënyrat jetesës dhe komunikimit, studimi i kulturave tradicionale mbetet një domosdoshmëri për ruajtjen e identitetit kulturor. Lezhë përfaqëson një hapësirë ku historia, natyra e kultura ndërthuren në mënyrë organike. Pozicioni i saj i favorshëm gjeografik ka krijuar kushte për zhvillimin e blegtorisë, si një ndër aktivitetet më të hershme dhe më të qëndrueshme në këtë rajon. Kemi dokumente periudhës së mesjetës, si Shon Kastrioti, po ashtu dhe Gjergj Kastrioti vetë. Ka një kërkesë drejtuar Senatit Venecian për t'i kërkuar se të përdorë si kullota dimërore zonën e Vilipojës dhe malin Mërnec. Në këtë kontekst, komunitetet baritore përbën një pjesë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore jo materiale. Unë jam shef kilashi nga Bushtrica e Kukësit. Vitash 2 vjet në Gjadër për me dimëru. Nga Kuksi dhe këtu, si bëhet transferimi i baktive, i kopes? Me përpara kena pa bën kom 10 ditë rrugë, kurse tash s'ka ma. Për shpirt e bëjnë kom, po s'ka njerëz. Përpara kanë qenë, kanë pa thonë part ton shmajtër Shëngjesh. Shmajtër i thonë 6 nëndorë. Shëngjesh 6 maj. 6 maj është dita se i themi ne i ku dimni. Dhe duhet me thërë 100 gjatë ditë se delet dhe baktia kullotin me goj dveten. 6 nëndorë. Me 6 nëndorë, me një fjallë hinë dimër, me 6 maj i themi ne, me 6 maj duhet me ruj kërcunën e modhe me djek ditën e Shëngjeshit, me 6 maj. Unë që me një fjallë jam rreth 50 vjetë, që i kam rrinj, unë që kur nishëna nga Kuksi, mund të nishëna 30 tuft njëjtën rrugë, për me ullë poshtë, për Shkodër Lezhë. Sot me të bo qefin, si vjetë ka ardhe dhe i shokë jem. Komunikimi baritor në Lezhë nuk kufizohet vetëm në gjuhën e folur. Çdo thirrje, çdo tingull dhe çdo gjest mbart një funksion të caktuar dhe shërben për drejtimin dhe kujdesin ndaj kufës. Hajde, vim dhe këshpëje, vim të në masë. I bekejdu fort. Ka vite që i shkejt deri ku des. Po delet, i themi ne kur merë për mi nxjerë jashtë, u banë zonë, edhe vinë mrapa. Komunitetet baritore në Lezhë shfaqen jo vetëm si një aktivitet ekonomik, por një herë se si bartës në sistemi të pasur kulturor dhe social. Ky diversitet reflektohet edhe në zhvillimin historik të komuniteteve baritore në Lezhë, ku lëvizjet sezonale dhe ndërveprimet në zonave të ndryshme kanë sjellë njëkohësisht shkëmbim kulturor e pasurim të praktikave tradicionale. Transhumancët kanë sjellë dhe dialektet e tyre, veshjet e tyre, instrumentet muzikore, armët e zbukuruar me ornamente dhe armët e veçanta, kuptohet, malsot e malësisë madhe. Më vonë kanë ardhur dhe komuniteti i Lumjan, por ata nuk kanë qëndruar në Lezhë. Në ndryshim nga malësorët nuk kanë qëndruar në Lezhë. Më vonë kemi ardhen e Pukjanëve, ardhen nga Dukazini, dhe po ashtu dhe lëvizjet popullsisë nga malësia e Lezhës, nga zona mirëditës etnografike, vendështrirja mirëditës etnografike, të cilat nëpërmjet transhumancës si fillim kanë marrë pronën në zonën bregdetare dhe kanë filluar të vendosen edhe me familjet e tyre duke ndërtuar kullën e zonave fushore. Veç veshjeve, kanë marrë traditën e ndërtimit, ornamentet e armëve, këngët, dialektin, gjithçka tjetër, gjithë traditën e zonës tyre, duke bërë mundesh që Lezhë krijohet një mozaik aq i pasur me kultura nga trepat ndryshme.
Emigrimi, ndryshimet në mënyrën e jetesës dhe zhvillimet teknologjike kanë sjellë një tkurrje të komuniteteve baritore dhe një dobësim të formave tradicionale të komunikimit. Praktikat e dikurshme të transhumancës fatkeqësisht po zbehen gradualisht. Teknologjia jo vetëm e ka dëmtuar, po qenë përfundimisht drejt shuarjes. Subvencione nuk ka faktikisht, ato janë letër, por në praktik nuk i shohim, se po të shohim praktik do të kultivoj se traditë nuk do të zhdukej, nuk do të shuhej. Duke mos u marrë lektori nuk merren as me rujtjen e traditave, as me trashëgiminë materiale apo trashëgimin jo materiale të shpirtërore, çka bën mundur se kjo trashëgimi të humbet gradualisht, edhe ne do të shohim se ndoshta mas një breze ose dy do të zhduket plotësisht. Ju tha që ja u ka trashëguar baba juaj. Juve do ja u trashëgoni brezave pasardhës? Them se jo. Jam me vetë mjatuf në këtë zonë që merrem me ta. Po s'ke rinia normal se s'ka gjallëni veni. Ky material që paraqitem synon të sjellë këtë realitet përmes dëshmive autentike të komuniteteve baritore sot në Lezhë, një dëshmi e gjallë e kulturave që vazhdon të ekzistojë, por që kërkon vëmendje dhe mbështetje për të mbijetuar.